Allahu i Madhnushëm në Koranin Fisnik i ka bën një zbërthim, një egzaminim, ose mund të themi edhe një diagnostifikim natyrës njerëzore. Diku rreth 15 tipare, kryesisht negative, ja përshkruan Allahu i Madhnushëm llojit njerëzor. Këto tipare kryesisht negative nuk do më thonë se një njeri i ka të gjitha të njëjtën kohë. Ato janë te natyra e njeriut. Pastaj, çdo njeri mund të ketë 2, 5, varësisht prej ambientit dhe rrethonave në cilat rritet. Mirë po, në gjendjen fillestare, çdo njeri ka këto tipare. Sepse në një farforme, këto tipare ja ka falë Zoti i Madhnushëm njeriut, sepse njeriu është krijuar për një mision delikat në këtë botë. Mirë po, nëse këto tipare nuk kanë një lloj limiti, nuk mohen të kontrolluara, eventualisht nuk shoqënohen me tipare imanore, tipare të besimit përballë tyre, atëherë me të vërtetë njeriu mund të jetë një qenie jashtëzakonisht e rrezikshme në këtë botë. Prandaj Allahu i Madhnushëm, përballë gjitha këtyre tipareve që i paska natyra njerëzore, i ka ndërtu tipare të tjera, të cilat i manifeston ose i ndërton besimin në Zotin, respektivisht feja, dhe çdo njeri duhet jetë i vetëdijshëm cilat mund të jenë tiparet negative që mund t'i bardh karakteri i tij, dhe ato, si më thon, t'i ballafaqoj me tiparet pozitive, cilat i përfaqëson ose i zbret Zoti i Madhërisëm në librin e tij të shenjtë. Dhe me to, si më thon, t'i kontrolloj dhe t'i maj në limitet e lejuara. Për shembull, njeriu përka natyra është koprac, por vjen vlera e bujarisë. Dhe njeriu, si më thon, vazhdimisht duhet ta ballafaqoj tiparin e kopracisë me cilësinë e bujarisë, në mënyrë që ta moj balancin. Njeriu është qenie polemizuese, e don polemikën. Pse e don polemikën? Sepse njeriu ka aftësi të shprehjes dhe ka mendje. Sepse edhe të folurit, edhe mendja ju kanë dashur njeriu në këtë botë. Por roli i fesë e i besimit është pastaj ta qes polemikën përballë të vërtetës dhe mos ta polemizoj të vërtetën. Njeriu për